kjo puna se qysh kam ardhur deri te vendimi unë me u marr profesionalisht në muzikë, ka qenë në shkollën e mesme, kur dikush i klasës më ka dëgju të këndu edhe ma ka konfirmu si talent. Edhe më ka thonë pse s'po vazhdon, pastaj edhe familjarë normalisht më ka thonë që mundesh me fillu, pse jo, aty kom fillu me postu, pastaj kështu gradualisht edhe kom arrit tek audienca sot që kam. Ka këndu dikush ma herët në familje, apo qysh? Po, në kom të trashëguar. Sepse e përmende që ndoshta që në fillim e ke ditë që muzika është brenda teje, pra e ke talent të lindur, nuk është ndoshta veç me punë është artë, mirë po e ke talent të lindur që nga fëmiria, mandej puna e ka bod vetëm për me qenë më profesionale në këtë aspekt. Po patjetër që këto dyja lidhen ngusht mes veti, sepse pa punë talenti mbet të vetëm talent, kështu që nuk ish mujt me u zhvillu. Mirë po, unë kam të trashëguar nga nona ime, po që nona nuk ka këndu ndonjëherë. Këndon kështu veç për qef, po të i pas parasysh edhe rrethanat e asaj kohe, nuk kam pas mundësi me realizu ëndrrën. Mirë po, edhe dajtë e mi janë muzikanta, ka që miren me muzikë folklorike, do më thonë është trashëgimi. Po, e përmende që prej dajve, po edhe prej nanës, ndoshta ashtu kryesore është këtë talenti i trashëgum, pra muzika, e përmende që për shkak e dim rrethana që kanë qenë të kaluare, nuk ka qenë ka që thjesht me u marrë me muzike dhe ndoshta nuk është që i ke pas krej dyrë të hapur as si tash ysh mundesh me i pas. Ka qenë, a mundemi me thonë që ka qenë edhe për krasa jote më e madhe të pas parasysh ndoshta ëndra e saj në rini i ka mbet kështu si peng edhe mandej ka dash që me trashëgu tip, mirë po me trashëgu në mënyrë që edhe me shfaq me publikun, jo me mbajt vetëm për vete si ajo. Po, është shumë e vërtet, edhe është fakt që ajo ndoshta ka qenë një për krasve më të mdhaja, të pas parasysh faktin që te e the që çdo herë ka dasht me këndu, po që s'ka pas mundësin me qenë në skenë, edhe normalisht ndihet shumë krenare, edhe ndihet shumë mirë kur të paktën një pasardhë si saj është do të thonë mirët me talentin që ka. Qysh është për ty kjo pjesë? A bjen që ndoshta e ke një peshë dhe më të madhe brenda vetës, sepse ndoshta kur lidhet emocionalisht, pastaj muzika dhe me prindrit edhe gjithë shka tjetër, sigurisht e ki një farë peshe që jo vetëm vetëm, po të punosh edhe për të tjerët në këtë rast. Pa tjetër që po, unë mendoj jo vetëm unë, po çdo fëmijë çfarë do lloj profesioni që ka, mundohet që me pa tjetër me i bu prindrit krenar. Mund vjen shumë keq që nona ime nuk ka pas mundësi me realizu këtë ëndër, kështu që do të punoj shumë fort, jo vetëm për veten, po edhe për këtë pjesën, që të paktën asaj me ju realizu ëndra tek fëmia i saj. Po, kur flasim për fillimet e tua në muzikë, the që ndoshta për herë të parë në shkollë të mesme ka qenë dikush që ta ka jepet sinjalin që pse nuk po merresh më shumë me muzikë. Mirë, po çush kanë qenë pastaj, sepse ke shfrytzu platformat digitale, do thotë rrjetet sociale në përgjithësi që është edhe marketingu më i mirë aktualisht për një talent kështu mirë, po a ka qenë problem në fillim, edhe sidomos që e përmendu dhe ti ke nisë shumë ma herët, mirë, po thjesht nuk e ke marrë ndoshta atë vëmendjen e duhur në ato vite më herët. Pra, mendoj që secili e ka atë momentin e tij, edhe para 2 vite ka qenë momenti yt, mirë, po ke pas një punë shumë më herët që ndoshta ndonjëherë të ka bo edhe me mendu mu dorëzu sepse nuk po ecë, ose nuk po shkon diçka, ose edhe nuk po dhez që shtojmë na.